Bashkia Roskovec organizoi një aktivitet festiv në kuadër të 8 marsit, ditës ndërkombëtare të gruas, ku morën pjesë gratë dhe vajzat e administratës së bashkisë. Në një atmosferë festive dhe mirënjohjeje, aktiviteti u shoqërua me simbole dashurie dhe mesazhe vlerësimi për kontributin e grave në shoqëri dhe në jetën institucionale. Në fjalën e saj përshëndetse, kryetaria e Bashkisë Roskovec, Majlinda Bufi, theksoi rëndësinë e kësaj dite ndërkombëtare, duke vlerësuar rolin dhe përkushtimin e grave në administrat, në familje dhe në jetën shoqërore. Ajo nënvizoi gjithashtu se fuqizimi i grave dhe barazia gjinore mbeten ndër prioritetet e rëndësishme për zhvillimin e komunitetit. 8 marsi është një ditë që na kujton se pas çdo familjeje të fortë dhe pas çdo komuniteti të shëndetshëm dhe të suksesshëm, qëndron përkushtimi dhe sakrifica e grave, ka pohuar në vijim zonja Bufi. Sipas saj, 8 marsi është një moment për të shprehur mirënjohjen nënave, vajzave dhe grave që me punën dhe dashurinë e tyre i japin më shumë kuptim jetës sonë të përditshme. Atëherë unë dua që të përfitoj nga ky rast, nga dita e sotme, të uroj çdo gruaje, çdo vajze, nëne, motre, zonje, pavarësisht profesionit të saj, pavarësisht faktit nëse është në punë apo nuk është në punë, arsimimit, pozicionit të saj shoqëror. Duhet t'i uroj më të mirën në këtë jetë, për veten e saj, për familjarët e saj, qoftë e lumtur dhe pas vetëm të mira në këtë jetë. 8 marsin unë nuk e shoh thjesht si një fest. Edhe pse ka mbetur traditë që në këtë ditë gratë mlidhen, festojnë. Unë mendoj që urimi më i mirë për gratë dhe vajzat është ajo që ne bëjmë gjatë gjithë vitit. Është kauza jone e përbashkët për të përmirësuar jetën e grave dhe të vajzave, jo vetëm në Shqipëri, por në fakt kudo në botë. Dhe 8 marsi ka mbetur si një ditë kur gratë duhet të ngrihen dhe të luftojnë, të protestojnë për të drejtat e tyre, të bëhen bashkë për të drejtat e tyre, për më shumë hapësirë në jetën e një shoqërie, për më shumë të drejta në çfarë u takon grave dhe vajzave si një pjesë shumë e rëndësishme e shoqërisë, e familjes, si element shumë i rëndësishëm i vazhdimësisë së jetës. Kështu që në të gjithë jetën time, në të gjithë kauzën time, në të gjithë punën time, në të gjithë përkushtimin tim si kryetare bashki, ajo që duhet bëjmë jo vetëm ne si institucion vendor, si bashki, por të gjithë institucionet e tjera ku projektohen, ku bëhen politikat, ku merren vendime, ka shumë rëndësi në lidhje me iniciativat konkrete në mbështetje të grave dhe të vajzave. Sigurisht në fuqizimin e tyre ekonomik, në hapësirat e krijuara për vendimarrje, ku patjetër çdo grua dhe çdo vajzë duhet të ketë hapësirën e vet, të drejtën e vet, për jo vetëm për ta thënë mendimin e vet, por për të caktuar dhe për të vendosur rolin e vet si vendimarrëse në çdo lloj komisioni. Bashkia Roskovecit i ka kushtuar një vëmendje të veçantë grave dhe vajzave dhe ne kemi disa iniciativa në fuqizimin ekonomik të grave artizana, të grave të tjera që kanë një iniciativë në biznes, të grave, të vajzave të cilat kanë marrë një diplomë dhe hapësirën që i krijojmë atyre për të punësuar në institucionin e Bashkisë Roskovecit, si hapësira të nevojshme për mbështetjen ekonomike të grave dhe për aktivizimin dhe rolin e tyre në shoqëri. Unë jam shumë e bindur që jo vetëm Bashkia Roskovecit, por në fakt gjithë institucionet në Shqipëri janë në mbështetje të kësaj gjëje, duke kuptuar edhe një rolin e rëndësishëm që ka gruaja në shoqëri dhe në familje. Në përfundim të aktivitetit, drejtuesja e Bashkisë Roskovec, Majlinda Bufi, përcolli urime dhe mirënjohje për të gjitha gratë dhe vajzat, duke theksuar se kontributi i tyre mbetet një forcë e rëndësishme për zhvillimin e komunitetit të Roskovecit. 8 marsi nuk është vetëm një ditë feste me lule dhe urime, por edhe një moment për të reflektuar mbi forcën, përkushtimin dhe sakrificat e grave dhe vajzave që çdo ditë mbajnë mbi supe familjen, punën dhe shoqërinë, ka thënë zonja Bufi. Sipas saj, aty ku vlerësohet dhe mbështetet gruaja, aty ndërtohet një shoqëri më e drejtë dhe më njerëzore. Aktiviteti u zhvillua në një atmosferë miqësore dhe festive, ku gratë dhe vajzat e administratës dhanë momente simbolike në shenjë respekti për këtë ditë të veçantë.